le të vazhdojmë të shikojmë urdhrimet e Atit, se çdo gjë tjetër do të shtohet. Jo. Fare është lajmi i mirë i mbretërisë. Le të miqësojmë së bashku, më lejo të dishipullizoj, më lejo që të trajnoj, që të marrësh jetën e përjetshme. Jo. Pasandaj, muaj mas muaj shikon janë në frymrat e fallit të karizmatikës. Si dhen ka Ati autoritet? Si dhen ka Ati autoritet në jetën e një personi kur ai po ecën duke shkelur ligjin e tij vazhdimisht? Mos është fryma e shenjtë? Mëkati që është shkelja e ligjit, ligji që përmban festa, sabatin, urdhrimet e tija brenda që janë të shprehura që në Zanafilla deri tek Mateu. Kur një person nuk praktikon urdhrimet, festat e tija biblike që janë të përjetshme, si ky person paska këtë vaj, këtë autoritet në zyrën e tija? Për çfarë është vendosur ai person atje që të anulloj ligjin, siç kanë bërë sot të teologjitë dhe vazhdojnë në denominacionet e njeriut? Apo është vendosur që të mësojë shkrimin, tha Pali, që t'i kushtoj vëmendje shkrimit e para Timoteut 4:13. Shkrimi në këtë rast që flet në Luka 24 në para Pjetrit 1 i ke hapur azi, që flet ajo shkrimi ishte që nga Zanafilla deri tek Mateu. Që janë në Tora, janë 5 librat e para, janë fjalët e urta dhe librat e urtësisë, masandaj ke psalmet dhe profetët. Ky është ligji i tëri. Kur një person nuk po kushton vëmendje ati mësimit të ati ligji të shkrimit, për çfarë është vendosur atje? Është vendosur jo nga Ati, është vendosur që të jetë kundra ligjit, është vendosur nga ana mishore. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi. Ja ku i ke. Në mishi, veprat e mishit, i kemi të tëra këto që shikon tuja. Që janë armiqësi me Atin. Dhe më lejo të shpreh diçka të veçantë. Heresia më e madhe që ndodh sot ligji i Atit Elohim, që është Zoti ton krijuesi, është hequr. Është ryqëzuar, thonë. Dhe marim Efezianët 2, masandaj, dhe e keq trajtojmë shkrimin. Efezianët 2 po fletë që kryqëzoi certifikatën e vdekjes që neve kishim, sepse kishim shkelur atë ligj. Kur ja ku kemi këtu ja. Kështu që dhe ti të kuptosh. Të ka plot të tjera heresi që ndodhin. Heresi çfarë do të thotë? Heresit janë doktrina, janë mësime që vinë kundra shkrimit. Dalin njerëz dhe masandaj flasin gjëra dhe thonë këtë gjë duhet të mësojmë. Në praktikën neve duhet të kemi. Këto janë heresitë.